Administrata e re amerikane ka bërë lëvizjen e parë publike në raport në Ballkanin Perëndimor, duke kërkuar largimin e misionit të Kombeve të Bashkuara UNIC. Kërkesa u paraqit në mbledhjen e Këshillit të Sigurimit nga i ngarkuari me punë në këtë organizatë John Kelly dhe u mbështet edhe nga ministri e jashtme Donika Gërvalla. Ka ardhur koha që të tërheqim mikun nga Kosova. Ne kërkojmë mbylljen graduale të këtij misioni. Shtetet e Bashkuara janë të përkushtuara për të çrënjosur shpenzimet e panevojshme në organizatat ndërkombëtare. UNMIKO është një mision paqëruetës me 81% të buxhetit të tij që shkon për pagat e personelit, edhe pse misioni ka tejkaluar prej kohësh mandatin e tij, është shprehur John Kelly. Presidenti i Kosovës Vjosa Osmani ka theksuar rolin e pazëvendësueshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rrugtimin e Kosovës drejt lirisë dhe ndërtimit të një demokracie të shndrueshme. Në një postim në platformën X, Osmani ka shprehur krenarinë e Kosovës si vendi më pro-amerikan në botë, duke nënvizuar partneritetin e ngushtë në SBA-n dhe gatishmërinë për ta forcuar këtë aleancë në vizionin e presidentit Donald Trump për paqen përmes forcës. Në postimin e saj, Osmani ka reflektuar mbi historinë e dhimbshme të Kosovës, duke përmendur mbijetesën nga gjenocidi dhe sfidat e mëdha për të ndërtuar një shoqëri të lirë dhe paqëdashëse. Kosova qëndron si dëshmi se drejtësia kur mbrohet mund të triumfojë, se NATO-ja kur udhhiqet nga vlerat mund të shpëtojë jetë dhe se liria kur fitohet bëhet forca më e madhe një kombi, ka shkruar ajo. Osmani ka falendëruar SBA-n dhe aleatët e tjerë që shndrojnë pranë Kosovës gjatë kohërave të vështira dhe vazhdojnë të mbështesin edhe sot. Si kombi më pro-amerikan në botë, jemi krenar që shndrojmë krah për krah me popullin amerikan në çdo sfidë. Është një aleancë që nuk ka të krahasuar, ka shkruar Osmani. Ajo ka përmendur gjithashtu një intervistë ekskluzive me gazetarin Mario Naval, ku ka folur gjerësisht për historinë e Kosovës, luftën për pavarësi dhe visionin për një të ardhme të begat. Kosova do të qëndrojë pa rekundur e pathyeshme e përjetshme, dhe ashtu do të jetë aleanca jonë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ka shtuar presidentja. Ky mesazh vjen në një kohë kur Kosova vazhdon të forcojë pozicionin e saj në arenën ndërkombëtare, duke u mbështetur në partneritetin strategjik me SBA-t dhe duke punuar për integrimin në strukturat euroatlantike.